raste, duhet edhe të arsyetojmë dhe të pranojmë disa lëshime, sepse një investim i gabuar apo një e papritur ndryshon shumë ekuilibra financiare në jetën e një personi. A mos ndoshta kjo ka ndodhur dhe me Rahimin, sepse kur njeriu nuk ka dhe pik. Mund t'i ndërgjuar ato të shkreta, por me sa duket jo. Ajo që shtyu që unë e vrikosa shumë që bora dhe denancim është jeta e luksit që këta bëjnë, jeta e shfrenur që këta bëjnë, shpenzimet që bëjnë këta me makinat fundit, pushime nga të 4 anët, me fjalë mund të ketë 3 muaj vera, këta bëjnë 6 muaj pushime. Dhe unë nuk e di tash ku i gjejnë lekët, se këte i thonë s'kemi buk, filloi një farkohe, m'jep numrin e llogarisë, i kam dhënë numrin e llogarisë çunit tezes dhe po ti shofësh vazhdimisht i thojsh që nuk kalon lek, nuk kalon, ja do të kaloj kaq, ja do të kaloj aq. Ndërsa i mbante me shpresë dy të rinj, biznesmeni shpikte edhe genialitete të tilla. Lekët tuaj dëgulmi, dhe të thosh se na sa ka shku dhe të bje Bitcoin ktheu. Pas nesër dhe të bje Swifti, sonte të laj borxhin. Ore kaloj me çfarë do dushi, thash, vetëm ti gjej një mënyrë na i kthesh mbrapsht. Por kjo gjë nuk ndodhi kurrë. Madje kur Niku nisi të ngrinte tonet për të kërkuar paratë e tij, filloi pastaj me ofendime nga më banale, duke filluar më ka ofenduar nga motra, do të bëj këtë, do të bëj atë, më ka filluar shantazhe, do të shkojmë polici, derisa u mbush kupa. Edhe i thash okej, thash se në polici po shkoj unë, thash me qenë se ti dashke, i thash se ti dhe më faj, dhe më tregoke mu policit. Po ti për çfarë do shkosh në polici që mashtrove dhe s'do të m'japësh lekët? Pas kësaj përplasje, Rahimi ndryshon taktik dhe i rikthehet rolit të mikut Babaxhan që kërkon të zgjidh problemin. Kërkote falje, po unë të kam rritur ty, po unë të kam ndihmu ty, ndërkohë që tash kam dhënë unë ndihmë atij, ose besoj ka dhënë njëri. Por problemi nuk janë vetëm lekët dhe Rahimi, sepse siç ndodh kjo rrallë në shoqërinë tonë, të kërkosh lekët e tua është turp. Korrit Tashin e s'na flet gjithë fisi, pse i kërkojmë lekët e tona. Me fjalë kemi shku dhe në për vakira, në për varrime, nuk më flet fisi mu, se unë po kërkoj lekët e mia. Pa harruar edhe kushëririn, të cilin pa dashje e futi në një qorsokak financiar. Si ke marrëdhënie me Delen e Tezës? I kam shumë të mira dhe më mirë kupton. Se t'ishte ndonjë tjetër nuk e di se çfarë do më kishte bërë. Se unë e futa në këtë dhe unë i hyra garant që i thosha që çket se unë po shkoj për kontrolloj dhe i çosha dhe videot që ai më niste. Babai im ka shku her pas here, ke halla i ka thënë t'lutem se çunin e keni fut në hallë, e keni fut në sikletë. Ja se do t'i japi, i thot ja se po gënjen një tjetër nga Maqedonia, i ka thënë babait. Do gënjej atë do t'i japi ty. Vazhdojnë me fjalë kanë bërë si tip stil jetese këtë mashtrimin. Një mashtrues serial? Këtë nuk mund ta themi. Por ajo që di me siguri është se Rahim Dedja vijon të operojë në biznesin e kromit. Tash që ka hap 2 firma të reja tash. Një e ka hap në Mars dhe një e kishte hap në Gusht. Prap krom dhe ndërtimi hidrocentralesh. Zoti Dedja, përshëndetje, si jeni? Mund ta di të lutem kur do t'ja kthesh parat Nikut? Po son muajin tjetër. Ti ke 7 vite që thua muajin tjetër, më kupton? Unë kam të gjitha vojset, prandaj a mund të bëjmë një diskutim me kamera? Jo. Pse nuk mund ta bëjmë?